Po, ky është projekti, mund t'ju shpjegoj. Ky është aksi ekzistues nga Universiteti, po, deri tek stacioni i trenit. Stacioni i trenit është këtu. Po. Jo, më falni, është këtu. Është këtu. Këtu. Ky është sheshi Skënderbej, ky është stacioni i trenit. Ky është aksi i ri projektuar në drejtimin jug-veri. Ma nxjerrni në Google, ju lutem, të njëjtën nga stacioni i trenit deri tek lumi i Tiranës. Dhe aksi tjetër i rëndësishëm që përmenda është kjo pikërisht zona 4 në këtë detyrë projektimi, ku parashikohet rigjenerimi i plot i lumit të degraduar Tiranës për ta kthyer atë në një hapësirë blu dhe të gjelbër. Pra një lum i sistemuar, i lundrueshëm, ishin mbushur me skarpata të gjelbërta, me shtëpi që presin të legalizohen dhe me hapësira në të dyja anët për zhvillime urbanistike dhe për investime private dhe publike. Ky është pra aksi i ri qytetit. Dhe po të shikojmë ka një logjik, e cila duket sikur do të jetë një dublim i qytetit. Pse? Këtu kemi parkun e liçenit, këtu kemi bulevardin, që ndërpritet këtu nga lumi i Lanës. Po. Dhe këtu kemi përfundimin e këtij aksi. Pra sot ne jemi këtu në stacionin e trenit. Dhe ju po thoni që brenda mandatit tuaj ju do ndërtoni një hapësirë këtu, dhe veçanërisht në atë që quhet rëndomsi Tirana Re, ku janë përqendruar dhe energjitë më të mëdha të investimit dhe të zhvillimit në qytetin e Tiranës. Por çfarë është shumë mirë, por sot çfarë kemi? Si rezultati i këtij përqendrimi, densiteti maksimal, infrastruktura mbështetëse e kësaj zone nuk është në gjendje të mbështesë më këtë lloj zhvillimi dhe madje po fillojmë të kemi efekte anësore shumë të këqija, qoftë në kuptimin e zhvillimit, ku po priten pemë, po zgjelbrohen hapësira për të blerë tokë dhe për të zhvilluar ato sepse është një zonë e kërkuar, qoftë kuptimin e infrastrukturës, kanalizimit, ujësjellësve, rrugëve, të gjithë dimë që problemi i trafikut, i cili është problem në gjithë qytetin, në këtë zonë është akoma më i rënduar. Pra çfarë krijojmë? Krijojmë një bulevard zhvillimi, jo tashmë një bulevard në kuptimin fizik fjalës. Është 2 herë më i madh se aktuali. Nuk është. Është një pothuajse aktual. Prej këtu deri këtu. Jo, kjo është zona e zhvillimit, mos të përqendrohemi këtu. Vlera kryesore është parku, ndërsa forma e lidhjes me nyjen kryesore, që është interseksioni midis lumit Tiranës dhe bulevardit, do të gjykohet në bazë të parametrave të tjerë që do të vendosen edhe me komunën e Paskuqanit edhe me qarkun e Tiranës. Pra këtu është kjo është zona e zhvillimit. Ky projekt. Kjo është zona e zhvillimit dhe ajo që duhet ndaj unë tani sot në 2 aspekte. Një minutë, ma kaloni në Google, lutem, të njëjtën gjë me qytetarët e Tiranës janë 2 aspekte. I pari, që ne kemi përfunduar detyrën e projektimit. Po. Dhe kjo detyrë projektimi do të jetë pjesë e një konkursi ndërkombëtar. Ku do të ftohen. Më fal, vetëm ta sqaroj edhe një herë për publikun. Pra ju po thoni, ndërqofse stacioni i trenit përfundon këtu aktualisht, kjo është Unaza, ky është bulevardi, ju do të hapni një bulevard në këtë drejtim? Në një zonë që për momentin është e pa populluar. Është zona ku ndodhen aktualisht shinat e trenit. Është zona ku ndodhen shinat e trenit. Po shinat e trenit ku do shkojnë, zoti Basha? Do ta sqarojmë. Unë do t'ju sqaroj 2 momente. Pra, jo, vetëm një gjë. Të hapësh një bulevard, po aq të gjatë sa bulevardi që shkon nga universiteti tek treni, kërkon një investim jo të vogël, zoti Basha. Duke supozuar, jo të supozuar, por duke ditur që arka e bashkisë është relativisht bosh. Ku do t'i gjeni ju parat për të bërë këtë investim? Sepse besoj të gjithë qytetarët e Tiranës, të cilët kanë pritshmëritë shumë të larta nga Bashkia e Tiranës dhe unë ndajmë optimizmin dhe entuziazmin i cili bazohet mbi besimin ton se Tirana si kryeqendër e Shqipërisë, si kryeqendër e shqiptarëve, duhet ndërmarrë një hap gjigant përpara dhe nuk mund të jaftohet më me arnime. Kjo është diçka që unë ja kam thënë gjatë gjithë fushatës dhe që me sa duket qytetarët e Tiranës e mirëpresin dhe mezi presin të bëhet realitet. Ne na duhet të mendojmë jashtë kutisë për të siguruar një frymarrje dhe një zhvillim për Tiranën, ashtu si Tiranës i ka hije, ashtu si Tirana e meriton, dhe në këtë kuptim, ky projekt, bashkë me projektet e tjera, do të jap pikërisht këtë vizion, të një Tirane europiane, të një Tirane moderne. Kush do të financojë? Në momentin që kemi vullnetin politik dhe unë e kam. Bukur të vizatosh në letër në momentin që kemi vullnetin politik dhe unë e kam. Në momentin që ne kemi nisur të bëjmë projektet, të jeni sigurt që Tirana, ky qytet me një energji të jashtëzakonshme, me energjinë më të madhe në Ballkan në këto 20 vite, do të tërheq interesin e të gjithë investitorëve, institucional dhe privat. Bulevardi do ndërtohet nga investitorë apo do ndërtohet nga Bashkia e Tiranës? Aktualisht, ne jemi në tratativa me të paktën 3 institucione financiare për të financuar këtë pjesë të qytetit, bulevardin e ri, Unazën e madhe, sa kushton bulevardi i ri? Keni një ide për rikualifikimin urban të lumit Tiranës. Tani të rikthehemi tek pyetja që thatë. Jo, sa kushton? Po
s'mund të themi gjërat afrofe, po bëhet një projekt, ka mbaruar detyra projektimit për një konkurs ndërkombëtar ku do të jenë të pranishëm firmat më të mëdha të arkitekturës botërore dhe ne këtë projekt do ta zhvillojmë me transparencën më të plotë ndaj publikut. Por, më shumë se kaq, para se këto firma të marrin dhe të shqyrtojnë, para se këto shtëpi të mëdha të arkitekturës urbane që kanë projektuar apo riprojektojnë qendrat e qyteteve më të mëdha të Europës, të Shteteve Bashkuara, të Japonisë, të Koresë e tjerë, të japin mendimin e tyre dhe të përzgjidhet projekti fitues për bulevardin e Tiranës, ne do të japim mundësinë qytetarëve të Tiranës të japin të gjitha sugjerimet e tyre, qofshin këta studentë urbanistikës apo qytetarë të thjeshtë, se çfarë duan dhe çfarë presin ata nga ky aks i ri i zhvillimit të qytetit. Dhe për këtë arsye unë përfitoj nga rasti me lejen tuaj, zoti Fevziu, t'i drejtoj një thirrje drejt për drejt sot qytetarëve të Tiranës, që nëpërmjet adresës së bashkisë në internet, nëpërmjet Facebookut të bashkisë apo Facebookut tim personal, apo nëpërmjet letrave drejtuar kryetarit bashkisë, apo në forma tjera që e gjykojnë përshtatshme, të japin mendimet e tyre se çfarë duan dhe çfarë presin nga ky aks i ri i zhvillimit të qytetit, nga bulevardi, korridori i gjelbër i Tiranës nga stacioni i trenit deri tek Bregu i Lumit dhe gjithë aksi Bregu i Lumit nga ura e Brarit deri në urën e Kamzës, por dhe hapësirave midis. Dhe ju siguroj se mendimet tuaja, sugjerimet tuaja në çfarëdo niveli të jenë, të një mendimi të shkruar apo të një projektimi, do të jenë pjesë e konsideratave dhe do t'i paraqiten firmave që do të konkurrojnë për të bërë projekte. Zoti Basha, sa kushton ky projekt? Përfshirë dhe shpronësimet e banesave që do bëhen në zonën e gjurmës. Pjesa e gjurmës. Pjesa e gjurmës është shumë e përshtatshme sepse parashikohet lëvizja e stacionit trenit, stacioni aktual i trenit dhe gjithë aksi deri në përfundim të shinave të trenit, do të duhet dy funksione. Së pari do të jetë shtrati, zona po. Do të jetë shtrati edhe për shkak sepse është një vazhdim i bulevardit. Do të jetë shtrati ku do të zhvillohet zhvillimi i bulevardit. Dhe së dyti, pra mbi shinat aktuale të trenit do të ndërtohet bulevardi. Mbi vendodhjen aktuale, ai është pak a shumë aksi i bulevardit dhe po kështu në këtë pjesë do të projektohet një nga linjat e tramit me piknisje në Laprak, aty ku do të vendoset dhe stacioni i ri hekurudhor dhe terminali i autobusëve të Tiranës. Pra stacioni i ri hekurudhor i Tiranës dhe terminali i autobusëve do të ndërtohen në Laprak. Po. Do të jenë të bashkë? Ja ku e kemi këtu, me që pamjet nuk po. Po. Nuk e di se sa mund të ndjekin bashkëqytetarët këtu. Kjo është fusha aviacionit. Ky është mbikalimi i Kamzës. Po. Këtu janë ato që njihen si pallatet e Malezianit dhe këtu në këtë trapez mund të na vendosin në Google më mirë, mund të na hapin. Në këtë trapez kjo është Google. Në këtë trapez këtu, pronë deri para disa ditësh e Ministrisë Financave për të ndërtuar doganën e Tiranës, faktikisht do të nisë një investim i përbashkët i Bashkisë Tiranës dhe Qeverisë Qendrore, për terminalin e ri, këtu ndalojeni, terminalin e ri të pasagjerëve. Zvoglohet pak pamjen, me tren, për autobusët e veriut, perëndimit dhe të jugut. Zvoglohet pak, jo, mos e zmado. Zvoglohet edhe pak, ngrije më, çoje më tutje që të shoh pak jo më në drejtimin tjetër. Po, drejtimin tjetër. Dhe kjo që ndiqni këtu është linja e kurudhore e cila do të shërbejë për krijimin e një prej korridorëve të tramit, i cili përputhet në masën më të madhe me gjurmën e trenit deri tek stacioni i trenit dhe vazhdon nga stacioni i trenit të paktën deri te sheshin e pak rreth rrotullimin e Kamzës, lutem. Pra është po. Këtu është mbikalimi, këtu është rreth rrotullimi i Kamzës. Pra gjithë kjo hapësirë, stacioni i trenit do ndërtohet në kryqëzimin e rrugës Kamzës me autostradën. Po nga rruga e Kamzës dhe deri në Tiranë, me se do vinë pasagjerët e trenit dhe të autobusëve, zoti Basha? Po, siç u thash, ky është një stacion i përbashkët i trenit dhe i tramit, i autobusave interurban dhe autobusave urban. Pra kjo do të jetë një hub, një qendër e mbledhjes së trafikut interurban dhe shpërndarjes së trafikut urban. Do të jetë fushë hapur apo do të jetë një terminal? Një investim i parametrave më moderne, për cilën ne do të kërkojmë edhe bashkëpunimin e sektorit privat. Do të përdorim një skemë të investimit nga bashkia si investitor, si pronari i truallit, natyrisht edhe nga hekurudha shqiptare, dhe nga sektori privat për të krijuar kushtet më komode për pasagjerët që vinë dhe ikin nga Tirana.